Në prag të ndeshjes Shqipëri-Serbi, lojtarët Tomas Strakosha dhe Arbër Hoxha mbajnë një konferencë për shtyp e ndjekim drejt për drejt. Ndruar gjithmonë, shterbitem gjithmonë. Tani është më shumë nga ana përqendrimit kur arrin një moshë siç jam tani, prandaj ndjem gati dhe jam mirë. Tomas, përshëndetje, Ernest Koçi nga Report Televizion. Sa të vështirë konsideron faktin për të përqendruar vetëm te fusha në një kohë kur gjatë gjithë javës flitet edhe për aspekte tjera dhe po flitet shumë që do të jetë ndeshje vendimtare për vendin e dytë. Ju e shikonin këtë lloj mënyre? Neve jemi profesionist edhe përqendrohemi për çdo ndeshje siç duhet, se po nuk fitojmë edhe me Andorra, nuk ke 3 pikë. Do jetë një ndeshje e rëndësishme por jo që do vendos kush do të jetë grupi, kush do kaluar në vendin e dytë ose i tretë. Prandaj duhet të shikojmë si një ndeshje të vështirë, që do të jap maksimumin, po nuk do mbaroj asnjë gjë tani. Kjo është pyetja e fundit për Tomin, tani kalojmë tek pyetjet për Arbrin. Arbër, ti luani një kampionat kroat i cili ka afërsi edhe me futbollin serb në mënyrën e të luajturit. Sa do të shërbej kjo për të dhënë rezultat në fushë? Po do jetë një ndeshje, përshëndetje pari, por do jetë një ndeshje e vështirë, pra e dim që kundërshtari ka cilësi shumë në grupin dhe do japim maksimumin, jemi duke përgatitur ndeshjen shumë mirë, jemi duke punuar shumë mirë dhe shpresojmë dhe besojmë që do të fitojmë ndeshjen. Arbër, ju personalisht, por dhe një pjesë e mirë e lojtarët kombëtarës vini nga ajo pjesë e Shqipërisë, po themi, e shqiptarisë që ka një ndikim në historinë me Serbinë. Si ndjeni në këtë përballje? A keni ngarkesë, a keni kërkesa, po themi, ekstra nga rreth juaj familjar, shoqëror? Jo, sepse ne, si që cekje pro Tomi, ne jemi profesionist, pra ne do e bëjmë tonë vetëm në fushë. Normal që pak është një ndeshje emocionale, nuk diskutohet, por ne jemi profesionist dhe do e bëjmë të mirë në fushë. Arbër, sa besoni tek ëndra realisht e botërorit dhe për këtë përballje sa rritet përgjegjësia për ju në një moment që bëhet një luftë e madhe thënë në mënyrë figurative për një bilet në stadium? Po, besoj që kjo ndeshje pra është një ndeshje vështirë dhe besoj që kjo vendos pra për një vend në kualifikuese, pra për një play-off në ndeshjet për botërorin dhe shpresojmë që do e fitojmë ndeshjen se ceka edhe më herët dhe të kemi një shpresë të kualifikohemi në botëror. Arbër, duket sikur aktualisht jeni një konkurrencë të fortë për një vend në krah me Edim Bajramin. Nuk e di si e përjeton këtë konkurrencë brenda skuadrës. Po, konkurrenca të bën me të fortë pra, ne jemi këtu në kombëtare, ne jemi këtu e kom cek edhe në intervistat edhe më herët, pra këtu kombëtare jemi sa minutat që t'i kem do e bëjmë të mirën dhe do e japim maksimumin. Po vërej që keni një unas të gishti martesës, ndoshta është kjo fitoria me Serbinë një dhuratë për këtë rrugëtim të ri? Jemi vetëm i fejuar, po shumë shpejt do jemi edhe i martuar. Referuar asaj që ka ndodhur në vitin 2014, ju keni qenë diku tek 16 apo 17 vjeç. Si e kujtoni sot dhe çfarë emocioni ka duke bërë krahasimin e asaj sfide që keni parë nga televizori dhe kësaj që do ta përjetoni vetë në fushën e lojës? Ka një ndikim tek ju, ju motivon akoma dhe më shumë historia futbollistike për të ngjarjet që kanë ndodhur në Beograd? Normal, nuk kam qenë i vogël në atë kohë, po e kam shikuar atë ndeshje, është kohë emocionale jo vetëm për mua, por për të gjithë shqiptarët. Edhe Ysaj pra tani të regon për atë historinë atje, por ne duhet të futemi dhe vetëm mbrana vijave të bëjmë të mirën që të fitojmë ndeshje. Arbër, përshëndetje, nëse do thonin që tani që do fitojmë me Serbinë dhe do humbim me Letonin, do e pranoje? Çfarë them, po, do e pranoj. Okej, kjo ishte pyetja e fundit për djem të kombëtares. Ndërkohë kombëtarja do të zhvillojë stërvitjen e radhës sot pasdite në orën 17:30, e cila do të jetë e hapur 5 minuta e para për median. Faleminderit dhe ditë të mbarë. Mirë, kemi ndjekur drejt për drejt konferencën e përfaqësuesve të ekipit shqiptar në prag të ndeshjes së shumë pritur Shqipëri-Serbi.